Bukur. Po, më shkruani në mesazhe private, më fut edhe mua tek grupi, më fut mua tek grupi, më fut ai grupi. So nuk e mbaj mend me dokumente, duhet të shkruani vetë, domethënë ata që dëshirojnë të marrin pjesë tek meditimi lotusoshëm. Te grupi i ri. Tani kam hapur një grup të ri, kështu që është gati. Kështu që mund të vini patjetër, kush dëshiron mund të vi. Do të mësojmë se si të evolojmë në shpirt. Sot neve kemi një temë, cila është tema? Kemi një temë shumë interesante. Apo jo? Formën e Zotit. Që kemi bërë publike për gjithë të kohë. Zoti apo jo? Bravo. A ka formë Zoti? Zoti. Është temë e fortë apo jo? Vërtet? Nuk janë gjëra kështu do si do. Nuk janë çdo gjë që mund, domethënë gjithë mund flasin për kështu gjërash. Është temë delikate. Por neve do ta sqarojmë me ndihmën e diturisë, pitit, tarit piti. Dhe unë kam përgatitur diçka këtu, mund ta bëj në këtë mënyrë që të duken unë ndoshta më shumë unë ju? Po, patjetër. Ryan grupi. Ryan grupi. Ronaldo. I grupi. Grupit jemi Ryan. Bukur. Atëherë hym direkt në temë, sepse kemi vetëm po, Katerina, po mund t'i shkruash nëse ke mundësi numrin e WhatsApp-it njerëzit që mund të regjistrojnë direkt, nëse duan, mund t'i shkruash në njoja. Meqense po bën dhe komente në Instagram, shumë bukur. Atëherë, si është kjo puna e a ka Zoti formë apo jo? Sigurisht në do t'japim dhe një diskutim si thua është logjik, sepse nuk është se nuk është një logjik nga hiçi. Sido që tjetë, në ditët e sotme, fjala Zot në anglisht quhet God. Okay? Dhe God do të thotë G-ja, do të thotë për generator, pra krijuesi, që gjeneron. O-ja quhet operon, është në shqip, si më thënë, operator, dhe D destroyer, do të thonë shkatrues, pra krijuesi, ai që mirëmban krijimin, dhe shkatruesi kur energjia shkatrimtare kur është e nevojshme, kur ligësia bëhet shumë e madhe, njerëzit në vullnetin e tyre të lirë e përdorin keq, atëre vjen si thuash energjia e shkatrimit. Sigurisht në shqip kemi shumë bukur fjalën Zot, lidhet Zot, zëri, apo zogu, ose shpendi hynor, që ka krahët më shumë se gjithë planet e ekzistencës, që quhet Garut në fakt në raja, dhe e kemi dhe neve tek shqiponja jonë, në fakt. Pra zëri, zani, zëri filloi, zëri krijoi, zëri zuri, thot Petroshe, apo jo. Zani zuni, ose fjala filloi, fyll, fjalë. Sigurisht zëri qoftë i brendshëm i shpirtit, qoftë i jashtëm, pra zëri i qiellit, për shembull Zeusi që kemi neve pellazgët, e tjerë. Sepse popuj të ndryshëm kanë pra zotërit e tyre. Domethënë, krishterët kanë Jezusin, apo jo musliman Allahu, budistët kanë Budën, e tjerë. Sigurisht neve po japim këtu sqarime që i kapërcejnë fet ose i kapërcejnë diturin pra e 4.000 viteve, 5.000 viteve. Por nga vjen koncepti i Zotit? A mund të marrë Zoti një formë të caktuar si njeri, për shembull, ose një formë tjetër, apo është Zoti pa formë? Gjërat ndaja këto, a? Nuk janë do si do. Ju kam bërë muted juve në Zoom, po besoj dëgjohem dhe nëse keni ndonjë gjë të rëndësishme për të thënë, mund ta thoni.
Okay? Ne do të marrim dhe disa shprehje të bukura nga eposi që lidhen me temën tonë, për të dhënë akoma më tepër sqarime. Sepse është diçka e fuqishme të flasësh për Zotin ose për të sqaruar gjërat kaq infinite. Sigurisht Zoti është infinit, i papërcaktueshëm, është epitetet gjithë gjërat cilësitë më të mira hyjnorja, por do t'i afrohemi çik më tepër dhe do të sqarojmë më shumë. Ta bëjmë në këtë mënyrë që dukem më shumë unë? Okej. Në Zoom. Nëse keni juve në Zoom ndonjë pyetje ose diçka, studentët e avancuar, sigurisht për të bërë student i avancuar duhet vish një herë studentët, do të bësh student i seancave fillestare. Apo jo, është logjikshme. Nuk mund të hym direkt tek grupi i avancuar. Kemi 10 seancat fillestare, pastaj mund të hym tek grupi i avancuar. Neve në Shqip kemi edhe një term tjetër për të dhënë një përkufizim Zotit apo hyjnores. Pra termi hyjni. Hyjni. Hyjnesh, hyjnore, hyj. Hyj, ai që hyj. Është një shprehje shumë e bukur e Petros, të cilat janë gjithë me kuptim, sepse hyj është pra shpirti që hyn brenda, për shembull, një nga interpretimet. Termi hyjni është më i fuqishëm se sa termi Zot në një farë mënyre, sepse ka shumë kuptime dhe tregon akoma më tepër gjëra. Pra na qartëson akoma më tepër cilësi të hyjnores apo Zotit. Sepse hyjni është diçka më shkencore, për shembull në anglisht divine, i thon hyjnis divine. Që do të thotë në shqip fare, domethënë, do të thotë degëzime të energjisë sipas raportit të art-fi. Pra kjo është pak shkencore. A dëgjojmë unë sepse kemi ca kalamaj. Por jashtë që po vërtasin. Dëgjojmë? Po. Dëgjojmë. Edhe profesori Petërgjej në fakt e përdor termin hyjni dhe tër kodi E, kush ka dëgjuar kodi E i algoritmit të tij simbolik, quhet kodi hyjnor, ndër të tjera, e qendra mistike, pra qendra. Dhe në fakt të meditimi lotusoshëm çfarë bëjnë? Unë kam qenë studentja e profesorit Petërgjej për 3 vjet, se tani kanë filluar njerëzit gazetar apo kush e pasot intervistën. Fillojnë të dyshojnë, ndërkohë që janë gjitha dokumentuara, të regjistruara, bisedat, kështu që domethënë nuk e kuptoj këtë njerëz. Në vend që të mësojnë, japin dhe mend. Ti do t'i nxjerrë. Ai që studimeve do ta Pikërisht. Po i nxjerrin pak nga pak, po edhe aq pak njerëzit nuk i përballojnë dot. Imagjino po t'ia japësh gjithë diturinë. Dhe bëhet koka daulle. Dhe për shembull tek meditimi lotusoshëm neve bëjmë qëndërzimin apo jo, është kodi E, për ata që din, kodi E i algoritmit simbolik në praktik njerëz. Është meditimi lotusoshëm, kodi i qendrës. Çfarë bëjmë qendrën? Mësohesh si gjesh qendrën tënde, si gjesh qendërzon trupin, qendërzon zërin, gjithçka ka të bëjë me qendrën, me balancën. Pra të afrohesh sa më shumë balancës, sa më shumë të mësosh, sigurisht me dituri, sepse hyjnia është ndër të tjera, pra qendra e gjithçkaje. Qendra është qenia superiore më në qendër, dhe më i qendërzuar, më hyjnorja. Kodi E, domethënë, ose Petërgjej ka studiuar shumë fizikën kuantike, për shembull hyjnorja, pra kodi A i quan hyn tek parimi Heisenbergut, parimi i papërcaktueshmërisë, pra i papërcaktuar. Nuk mund ta fusësh Zotin në një kuti, sepse ke qef ti. Po, edhe gjithashtu energji. Shkenca e fraktalitetit. Sigurisht neve këtu tek seancat e avancuara të meditimit lotusoshëm kemi një libër të Pitit, Guru Pitit, apo jo Prashant Trivedi, që është libri eposi Pitit, dhe aty thot na sqaron shumë bukur për termin hyjni, domethënë na jep gjëra shumë interesante në fakt. Dhe në gjuhën sanskrite, hyjnori ose Zoti, hyjnorja, hyjnia, quhet Param Atman. Besoj
mund ta keni dëgjuar disa veta. Paramatma. Kam bërë një këngë më përpara. Gjen të mban mend? Paramatma, it's perfect atma. Të këndojmë edhe pak. Paramatma, e mban mend? Paramatma do të thotë është një term sanskrit që do të thotë hyni ose hynorja. Sepse vetëm fjala Zot ose God në anglisht për shembull është tepër ngarkuar, më së shumti me keq kuptime, thot Piti, është gjithashtu një term mashkullor. Zoti. Kupton? Term mashkullor, do të thënë, është mashkull dhe mbaroi puna, si më thënë. Ndërkohë që hynia ndërkohë që hynia është përtej botës së fjalëve. Për kufizimi më i thjesht është për hynoren, hynia është shkëndija origjinale krijuese, e cila pavarësisht se ka krijuar të gjitha krijimet dhe dimensionet, shtrihet tërësisht jashtë tyre. Është e fortë kjo. Pra, hynia që krijon ka energjinë krijuese, sigurisht ndodhet jashtë krijimit. Dhe kur të dëshiroj, mund të hyjë dhe brenda krijimit, kur është e nevojshme. Hynia do të thotë fraktaliteti i përkryer. Po? Si që kemi tani hynin. Po do afrohemi pak. Mos t'i sqarojmë të gjitha për një herë. Dhe sigurisht do të përgjigjemi dhe pyetjes son apo jo, në këtë 30 minutë që kemi, do t'i përgjigjemi a ka formë apo jo. Në rregull? Në rregull? Dhe hynia tek eposi i Pitit thot në gjuhën shkencore do thot fraktalitet i përsosur dhe koherencë e përkryer. Se çfarë këto janë nuk mund të kuptohen pa një përvojë personale nëpërmjet hijeshisë së hynisë. Domethënë ata që takojnë Zotin e zënë nëse Zoti vjen këtu, okay? Dhe do ta takosh, domethënë duhet patjetër të kesh bekimin ose hijeshinë e hynisë. Dhe ka një arsye nëse vjen Zoti, jo të gjithë do e marrin vesh. Ose do e marrin vesh më vonë, por jo të gjithë për një herë, apo jo. Varet nga karmat që ke, varet nga evoluimi që ke. Si? Evoluimi që ke. Evoluimi që ke ose që dëshiron të kesh, pastërtia e shpirtit apo jo, sigurisht gjitha këto puna personale, të gjithë pra të shohën që hieshia e hynisë jetë akoma më e madhe ndaj atij personit që do takojë. Për aq kohë sa qeniet qëndrojnë të përulur ndaj hynisë, nuk ka as dhimbje, as torturë. E keqja lind në momentin kur ndonjë qenie apo njeri rebelohet kundër hynisë. Ky rebelim del thjesht nga nevoja e të ligut për të lavdëruar vetveten, gjë të cilën ai nuk e meriton. Dhe çfarë shohim neve në ditët e sotme? Hollywoodi apo ku diun. Gjithë duan lavdërime që nuk janë qenie të larta. Domethënë jemi shumica në rasteve kundra ligjeve hyjnore. Po mund ta bësh një pyetje, Sofie? Mund ta bësh? Okay? Paramatman do të thotë në sanskritisht hyni, e morën vesh? Pra para atma. Para në sanskritit do thotë i pari. Si në shqip, pari, para. Sanskritishtja dhe shqipja besoj do të keni marrë vesh që kanë shumë ngjashmëri. Apo jo? Shqipja mund thuash është një pjesë e sanskritishtes. Është pra dhe sanskritishtja mbahet gjuha hyjnore e para në botën tonë. Pra krijuar nga qeniet hyjnore që kanë krijuar gjithë botën dhe njerëzit vet, që quhen rishi ose emra të tjerë të qenieve hyjnore. Sofie, si e kishe? Kur gjet me... Okay, kur ta formulosh me kismet. Atëre paramatma. Para atma. Atma do të thotë shpirt. Dhe para do të thotë i pari. Pra shpirti i parë. Kush është shpirti i parë që është
ekzistenca e parë në gjithë universin ose multiversin është paramatma. Është Hynia. shpirti suprem, pra që quhet Zoti në gjuhën tonë popullore, si më thënë. Shpirti i parë, atma do të thotë shpirti, dhe në fakt lidhet edhe me shqipen mami, ati, unifikimi energjisë mashkullore dhe femërore. Paramatma, pra është për te polaritetit mashkull-femër në fakt. Atma do të thotë shpirt, apo jo? Dhe atma për shembull ne njerëzit, njeriu ka shpirt, njeriu ka një qenie që është më ulët se njeriu, që është kafsha. Edhe kafsha ka shpirt, atma një farë shpirti ose fryme më të vogël se njeriu, po e ka. Okay? Ka qenie më të larta se njeriu, ose qenie që janë më të evoluar dhe brenda njeriu, dikush një njeri me shpirt më të lartë, të evoluar, dikush më të vogël, etj. Ose kemi edhe atma që janë qenie shumë të superiore, ose perëndit, gjysmë perëndit, qenet hynore që quhen rishi. Pastaj mbi të është pra paramatma. Pra atmat ka shumë. Janë të llojeve të ndryshme në bazë të evolimit që ke nga brenda të shpirtit. Atma ka shumë, por paramatma është vetëm një. Pra hynorja është vetëm një. Okay? Në rregull? Po. Ta bëjmë kështu, që të dëgjojmë unë, në rregull? Po e bëj pak mutit. Dhe pra janë të niveleve të ndryshme. Sigurisht, çfarë forme mund të ketë kjo hynorja? Domethënë, për shembull, natyra është një energji femërore hynore, për shembull. Toka është hynesh, qenie e lartë. Hynia apo paramatma është shpirt suprem dhe mund të manifestohet në forma të ndryshme, që në kupton mund të vi për shembull në një formë që quhet njeriu, avatari. Ka patur në diturinë vedike shumë avatar. Krishna, Ram, Varaha, etj. Plot ke. Dhe në ditët e sotme kemi një paramatma të manifestuar në njeri, në mashkull, që quhet avatar Kalki, ai që kalin e bardhë, thuhet. Pra, kali i bardhë simbolizon, fluturon me shpejtësinë më të madhe së dritës, domethënë superon energjinë e dritës, gjë që fizika kuantike e pranon. Për kapërcimin e shpejtësisë së dritës, pra që do të thotë vetvrasja e Einsteinit, sipas librave të Petržejt, kush e ka dëgjuar. Rregull? Pra një avatar vjen sigurisht të shpëtoj hyneshën tokë nga likësia e qenieve në tokë dhe i jep dituri tokësorëve, pra njerëzve, dhe rikthen diturinë e humbur hynore në përgjithësi kur vjen një avatar. Por neve njerëzit kemi atma, apo jo? Kemi shpirt, dhe shpirti ka një energji të caktuar. Pra, kemi një shpirt, për shembull unë jam Afrodita, Kudajsi, jam unë një njeri, kam këtë shpirt, dhe është kaq niveli i shpirtit, në rregull? Dhe unë kam marrë këtë formën e këtij njeriu, për shembull. Rolanda është shpirt, atma, dhe ka marrë këtë trup në këtë formë. Soni, Drita, kush janë këta që janë këtu? Kanë dhe ata format e tyre në formë njeriu, për shembull. Dhe në bazë të evolimit që kemi sigurisht dhe trupin dhe formën tonë. Por hynia, le të shkojmë tek hynia. Paramatma, pra në gjuhën sanskrite ose hynorja, që është shpirti suprem, hyni, domethënë imagjino ka aq shumë fuqi sa që mund të manifestohet në forma shumë të ndryshme. Në njeri, në një qenie tjetër që nuk është njeri, në çfarë do lloj, paramatma ka fuqinë të manifestohet në forma të ndryshme. Gjithashtu edhe pa formë. Kush e kuptua? Hynia pra ka fuqinë të krijojë madje edhe një univers të ri, sepse ka vullnetin suprem të manifestojë çdo gjë dhe të manifestohet dhe vetë në forma të ndryshme. Si një njeri, mund të manifestohet si qielli i madh me fytyrë, mund të bëhet çfarë do, si tornado i fuqishëm me zë, me fytyrë, mund të marrë hynia, mund të marrë forma të ndryshme. Okay? Pra mund të jetë me formë, mund të marrë formë dhe mund të jetë dhe pa formë. Ka histori ku hynia ose hynorja
Pra është për te polaritetit mashkull-femër. Për shembull, në një legjend thuhet që mori formën dhe lindi, në një histori vedike thuhet që mori formën e një hyneshe, Mohini, që do t'ja tregoj juve atë në një seancë tjetër. Pra Hynia mori formën e një hyneshe. Hynia, do të Vishnju u bë në formën e Mohinit në një nga legjendat. Pra Hynia është forma më e përsosur që ekziston, shpirti pra suprem që është i përsosur, energjia supreme, fraktaliteti i përsosur sipas raportit të art, numri Fibonacci. Pra matematikisht është koherencë e përsosur. Në rregull? Mund të manifestohet dhe natyra punon me raportin e art, për shembull, është një nga manifestimet e hynores. Ka shumë sigurisht, afër që kemi neve, domethënë, mund ta shikojmë hynoren Zotin tek natyra, kurse ke Zotin. Hynia, energjia superiore, në fillim kur krijoi universi, okay? Hynoria, energjia superiore manifestohet me 3. Prandaj kemi atë simbolin Aion, kush e mban mend, që duket si 3. Kemi një pik, një hark, njëshi, pastaj kemi një pik, krijohet harku, dyshi, pastaj krijohet treshi. Pra kemi Brahman, krijuesin, Vishnju që mirëmban krijimin dhe Shiv, shkatruesi kur gjërat shkojnë gabim sipas diturisë vedike. Le të lexojmë tek faqja 44, po lexoj unë meqense kemi vetëm pak minuta. Tek eposi Piti thuhet, si çfarë thuhet, domethënë qëllimi i një avatari ose qëllimi i hynis. Thuhet: mendoni se Zoti Hynia, dora vet, pra Hynia, manifestohet në tokë, në mish dhe gjak, për të dëgjuar mëkatet tuaja, lutjet për falje, kërkesë për këtë e atë? Jo. Hynia zbret vetëm për të luajtur dhe për të parë kush është i gatshëm për të luajtur, sigurisht brenda parametrave hynor të tij. Kjo është dhe vetmi arsye, nuk ka të tjera, qëllimi i avatarit ose një hynor kur zbret në tokë. Domethënë, si thuhet Krishti, domethënë lind kur lind në tokë, domethënë ringjallja e Krishtit apo historia krishterët çfarë thon? Do vi që të na lajë mëkatet apo jo? A është e vërtet? Jemi mutit. Ato thonë, apo jo, që do laj mëkatet. Na laj mëkatet, neve bëjmë mëkate, ti ri bë mëkate sa dush, s'ka që do vi Krishti dhe do t'i shplaj. Ti vazhdo bëj mëkate. Ose thye mëkate, domethënë thyen ligjet hynore të multiversit ose thyen fjalët hynore. Dhe pra është e kundërta e ato që na ka mësuar fetë në përgjithësi. Hynia pra Zoti vërtet është qenia më e lartë evoluese që ekziston në sanskritisht Paramatma, siç e sqaruan. Krishti u kryqëzua për mëkatet e njerëzve. Kështu thot krishterët. Po. E zbriti Zoti në tokë për të larë mëkatet tona. Po. Domethënë, ne të vazhdojmë të bëjmë mëkate? Mega laft, kryqëzohet një qenie tjetër? Është e vërtet që një avatar ose hynorja ose një qenie e lartë vjen, bën sakrificë. Sakrifica është që nga gjendja super biparajsore që është, do vi në formë njeriu, domethënë duhet shkoj, ka nevojë, do të shkosh në banjë, do ke këto gjërat që bën njeriu. Të limituara. Okay? Ajo edhe do të ndihmon, domethënë të jep ligjet hynore, sjell diturinë hynore përsëri. Është për të shpëtuar tokën dhe për të ngritur njerëzit, sigurisht, po për të mësuar, edhe jo për të sakrifikuar apo për të kryqëzuar apo këto gjëra të tjera. Pra ne njerëzit për të na zgjuar, po. Edhe në fakt Krishna është një arkotip i Krishnës, një avatar tjetër para një 5000 viteve. Pra ai është një që ai lind në një burg, që do thotë lind në burgun matriksor, për të shpëtuar të burgosurit ose për të ndihmuar për të dhënë liri, pra. Si të dalin nga burgu.
adaptuar atyre si të dalin nga toku. Pra ne njerëzit e zakonshëm jemi atma, shpirti ose fryma jon që del pasi mbaron jetën njeriu, trupi jashtëm pra mbaron dhe i kthehet tokës. Apo jo, kur varoset, sepse trupi, elementi kryesor i trupit është toka. Por shpirti nuk vdes, atma nuk vdes, por thjesht i jepet një trup tjetër në bazë të karmave që bën në këtë jetë, për shembull. Pra ka vetëm një paramatma ose hynorja është një, kurse atmat janë shumë. Ka vetëm një hynore që manifestohet kur nevojitet dhe kur ndryshojnë epokat. Për shembull tani po ndryshojnë epokat, do vi epoka e artë. E artë. Do të vi epoka e artë dhe gjithë ligësia domethënë do shkatërrohet nga energjia, shkatrimet natyrore për shembull. Dhe pse? Sepse natyra bën atë që hynorja dëshiron. Pse hynia është më i drejti. Afrodita, atëherë Atma? këtu bie dhe ai miti që do me thënë ne jemi atma dhe normalisht jemi të kufizuar, të limituar, sepse na drejton hynia, energjia hynore, dhe bie ai miti që ne jemi zotër, ne mund të bëjmë gjithçka, ne mund që ka është përhapur shumë kohët e fundit. Po bravo, shumë bukur sepse për shembull njerëzit thonë që neve kemi Zotin brenda, sigurisht atma është pjesë nga hynorja, po është pjesë, nuk është e tëra, nuk është gjithë hynorja. Dhe duhet punë që atma të forcojë veten e vet, të evoluojë, apo në mënyrë që të afrohet drejt hynores. Këto që thonë sot, ka shumë guru në Shqipëri që thonë që ti je hynore, ti je kështu, ti je ashtu, ndërkohë që ti ke 100 halle, dhe domethënë dhe nuk i lë hapësirë njerëzve që të punojnë drejt, kuptohet, gurut ato s'kan punu për vete, çfarë të mësojnë tjerë. Po nuk e një dituri e humbur. Po, pikërisht. Dhe prandaj te meditimi lotusoshëm na bën të mësojmë se si punosh, duhet të punosh me veten, duhet të bësh disa gjëra. Qëndërzimi i zërit, duhet punosh, duhet të hash ushqimet e dura, ka rregulla apo jo, që të evoluosh. Sido që tjetë, po e mbyll edhe pak unë, sepse ne ku pak koha, kur pra shpirtit, sigurisht mirë është që të dëgjojmë shpirtin ton, por domethënë duke patur trupin në kontroll, qëndërzimi i trupit, për shkak që mësojmë tek meditimi lotusoshëm. Në rregull? Zoti apo hynia pra krijon gjithçka. Dhe është superior. Mirë, atëherë kaq vetëm me këtë. Ka ndonjë pyetje, ndonjë gjë? Ndonjë diskutim? Ndonjë reflektim? Më të thellë? Okej, po të këto të Instagramit, ka ndonjë pyetje? Është pak temë e avancuar, në fakt. Po e morëm vesh, pra hynorja mund të marrë format si ta dojë, sepse ka të drejtë të marrë të gjithë format. Po? Aha. Okej, në rregull. Mirë atëherë. Është edhe kjo afërdit që thot Piti aty te eposi që njerëzit kërkojnë që hynia kur merr një formë duhet jetë ashtu siç e përcaktojnë ata brenda parametrave njerëzor, ndërkohë që hynia është jashtë parametrave njerëzor dhe kjo është absurditeti që ne dim të flasim për Zotin, ndërkohë që ne se kemi idenë fare se kush është Zoti. Pikërisht. Kemi vetëm ato që na ka mësuar fetë në përgjithësi ose çfarë kemi ose filmat. Kështu që me lotus që janë të hapë sy të një me përkufizimin e saktë të hynisë, të energjisë kryesore e hynore, që është këndia origjinale krijuese të dimensioneve, dhe shikon vendin ton, domethënë ku jemi ne, botën ton. Edhe pikërisht realitetin. Pra, nuk të çon në egoizëm të tepruar që të mendosh se je Zot dhe mund të bësh gjithçka. Pra, të çon në realitet. Të çon në realitet dhe të ndihmon që të forcohemi dhe të evoluojmë më shumë. Mirë, vë këmbët në tokë. Ti vë këmbët në tokë. Me këmbë në tokë dhe të lidhem me tokën me elementet e natyrës, sepse gjithmonë natyra dhe hynia janë një, apo jo? Një. Hynia dhe natyra janë një, prandaj natyra bën çfarë do lloj gjëje që thotë hynia, sepse
Përgjigje gjithmonë. Natyra ka më shumë inteligjencë se sa njeriu, apo jo? Prandaj neve kur lidhemi me natyrën, fitojmë dhe neve inteligjencë. Mirë, bukur, shifnaraja, nëse s'ka pyetje më, atëherë vazhdojmë me grupin e avancuar, do të bëjmë meditime dhe do të mësojmë mantrat e avancuara së bashku. Kjo ishte më tepër për publikun, për Instagramagjint. Dhe në qoftë se dëshirojnë të marrin pjesë tek meditimi Lotus Ocean, të gjithë janë përsërisht të hapur. Janë hapur kanalet energjetike për të futur tek meditimi Lotus Ocean gratis, falas online, duhet që të bëhet tek grupi avancuar, do të vish patjetër tek grupi fillestar, apo jo 10 seanca të para fillestare. Mund të shkruani mesazh, çdo kush mund të vi tani, kështu që varet nga njerëzit vet. Po, më shumë. Kalofshi bukur atëherë. Shifnarajan, Instagram Agjint, i përshëndesim për qafime.